Mirdita. Edi Rama nxori dje Miss Metamorfozën apo Plumbesha Spiro Gjokën për një mashtrim publik para shqiptarëve, për një akt, për të kryer një akt mashtrimi publik para qytetarëve shqiptarë. Miss Metamorfoza, e cila lexon çdo trillim dhe mashtrim që i përcjell Skënderbuçi saj, falënderoj në një akt hipokrizie ekstreme për raportin që do miratoj Parlamenti Evropian në korrik të këtij viti për Shqipërinë. Kur nuk ke cip, nuk njeh kufi, nuk njeh standard, nuk njeh kriter. Në qoftë se ka në këtë raport njerëz të personalizuar, jo me emër, por me akte, janë Edi Rama, Miss Metamorfoza dhe Altin Troplini. Këta në raport janë tre personazhet më kryesore të damkosura. Dhe më lejoni t'i marrë me radhë. Edi Rama damkoset sepse ka krijuar shtetin elektoral. Raporti që do i kaloj Parlamentit Evropian i referohet pik për pik paragrafit të parë të raportit të OSBE-ODIHR-it, delegacionit Parlamentit Evropian, delegacionit të parlamentar të Këshillit të Evropës, delegacionit parlamentar të OSBE-s, raportit të përbashkët, në të cilën thot se zgjedhjet u zhvilluan në kushte të pabarabarta. Barazia në fushat elektorale është kriteri i gjitha kritereve për zgjedhje të drejta apo zgjedhje që respektojnë parimet ndërkombëtare. Por raporti damkos Edi Ramën jo vetëm se deklaron se fusha ishte e pabarabart, por sepse thot u përdorën gjërësisht burimet e shtetit për fushat elektorale nga partia në pushtet. Pra raporti akuzon Edi Ramën se ka krijuar shtetin elektoral dhe kondit themelore kjo e shtrimit procesit zgjedhor në farsë elektorale. Ja se çfarë përshëndet e Plumbesha Spiro Gjoka, por do shkojmë pak me tutje. Të pas skrupullt dhe të rënë në qark ka përfunduar koha kur raportet shkruheshin në zyrat e Edi Ramës. Një kohë krejt tjetër, raporti që në hyrje hedh poshtë mashtrimin e pa skrupullt
të Edi Rams dhe zonjës metamorfoza apo mis metamorfozës se gjoja opozita qenë ka kundër procesit integrimit. Komisioni Europian dhe raporti Parlamenti Europian konfirmojnë se opozita mbështet plotësisht integrimin. Por, në raport, damkoset, Edi Rama, si njeri që përqendron të gjitha pushtetet në duart e veta, theksohet, dhe unë mund t'ja u lexoj këtu dhe në anglisht dhe në shqip, jo njëherë, por disa herë, se ndarja e pushteteve është një parim themelor, që nuk respektohet në Shqipëri, konkretisht nga parlamenti. Natyrisht, Brukseli e dinë se ajo është një kukull, dhe asgjë më shumë, mjerane, që lexon deklaratat bajate, por Brukseli e din se në qoftë se ka një njeri përgjegjës numër 1 në Shqipëri për shkelmimin mbi vendimet e gjykatës kushtetuese, pa të cilat s'ka shtet ligjor, si instanca eprore në mbrojtje të kushtetutës dhe të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut në përputhje me kushtetutën. Konventa ka një gjykat në Strasburg, por çdo gjykat kushtetuese ka detyrim të respektojë ato, të ketë parasysh ato parime mbasi janë të mishruara dhe në kushtetutën e vendit. Parimet e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Plumbesha Spiro Gjoka është bërë famzez, jo vetëm si zonja 5 milionëshe, atë e paraqita këtu në dokumentat, por famzez sepse për Olta Gjaçken i vën zjarrin kushtetutës për hir të Edi Ramës. Se kjo është vetmja kryetare e Parlamentit në Europë, që nuk dërgon vendimet e Parlamentit në gjykatë kushtetuese dhe që nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Të kesh kurajo dhe të dalësh para shqiptarëve pasi ke marrë një dëm të tillë ndërkombëtare, do të thotë ta shpallësh veten robot, por të mos përdor epitete tjera me radhë. Por po ndalem në teknologji. Raporti pra damkos Edi Ramën, sepse kam mungesë të përgjegjshmërisë demokratike. Nuk ka akuzë. Kjo dy fjalë janë. Por këto dy fjalë janë të rënda sa guri. Përgjegjshmëri demokratike do thotë nuk ekziston demokracia kur s'ke përgjegjshmëri demokratike. Do thotë se nuk zbaton ligje dhe i shkel ato. Raporti akuzon Ramën dhe Lubi Ballukun për faktin se ligjit e prokurimeve publike janë allasoj me xhepin e tyre dhe jo me standardet e Bashkimit Evropian. Detyrim i prerë i Shqipërisë në përputhje me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Detyrim i prerë.
por raporti nuk kursen kësaj here Altin Troplinin. Ju lutem, nuk kursen. Sepse raporti flet për ndërhyrje të vazhdueshme politike, çka do thotë që skapi është një leve partisë. Pra, edhe ato mashtrime të bëra po u del kallaj, skapi paraqiten në raport si një organ që në të cilin dora e zeze politikës është e stërfuqishme, e Edi Ramës. Se si mundet të mashtrohen shqiptarët mos u thuhen të vërtetat. Ky është një akt i papërgjegjshëm. Raporti dënon mungesën e plotë të reformës elektorale, sepse Edi Rama nuk don reformën. Një problem madhor në raport rezulton liria themelore e fjalës dhe mediave. Ligje që s'përputhen me standardet europiane. Mizogeni. E ka rastin sigurisht se ka shkruar, por ka rastin e sulmit personal të Edi Ramës në Ambrozia Metës, por në gazetarje tjetër. Ka termin mizogeni, dhe qytetarë shqiptarë din mirë, se kush ka krye akte të vazhdueshme mizogenie, kush nuk është përmbajtur publikisht pa shpërthyer në akte mizogenie, dhe ajo është Edi Rama. Raporti akuzon shtetin për mungesë transparence, parlamentin si institucion që shpyet për grupit e interesit, për konsulenca. Për shqetësim të madh për ndërhyrjet po e vazhdueshme politike. Continued political interference dhe presionet në sistemin juridik. Unë mendoj se vetëm kjo fjali, këto dy fjali, janë prova të qarta të zëvendësimit në këtë vend të shtetit ligjor me narkoshtetin e Edi Ramës. Ka defekte të mëdha
në emrime të antarëve jo magjistrat nga famozja KLG dhe KLP, si dhe integriteti i tyre. Pra, Brukseli konstaton se ka probleme me integritetin e temruarve. Është shkruar këtu raporti që përshëndet nis metamorfoza për të mashtruar shqiptarët, prapë kishte dalë. E morët vesh vetë. Raporti kërkon të hiqet dorë përfundimisht nga Shushica dhe Skavica. Stop! Projekteve të përmbytjes së qytetarëve të Dibrës dhe grabitjes ujit të Shushicës qytetarëve të Vlorës. Raporti është pra një damkosje e vërtet e këtij regjimi dhe nuk mund ta ndryshojnë me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme që ka bërë Edi Rama, me gjithë lobimet dhe qindra orë telefonata, me gjithë shumë akte tjera vulgare, banale, primitive, denueshme, raporti nuk u ndryshua dot. Dhe ky raport i Komisionit Evropian do të diskutohet në korrik pasi u miratuar në AFET. Ndaj dhe në vend se të mbledh Parlamentin dhe zbatoj kërkesat e prera të Parlamentit Evropian dhe Komisionit për Olta Gjashkën dhe vullnetësinën, ajo del dhe reciton trillime të Edi Ramës dhe zyrës së tij. Ky është një akt pa përgjegjësie plot. E Edi Ramës, unë e kuptoj se ajo është vetëm një instrument i zyrës shtypit e Edi Ramës, nuk është gjë tjetër. U detyrova se unë para jush kam folur për raportin. Është vërtet. Kam bërë transparencë, po. Por kur shoh që këta përpiqen me çdo kusht, dhe nuk gjej një fjalë, vetëm mashtrim. Duhen me çdo kusht të mashtrojnë shqiptarët, por koha e mashtrimeve të tyre ka marrë fund. Ora e të vërtetës do bëhet gjithnjë e më e madhe, më e fuqishme. Faleminderit. U detyrova të ndryshoj edhe paraqitjet para jush, se kisha fakte shumë të rëndësishme tjera në vazhdim. Por mendova se mashtrimi publik shtetëror është një akt i shëmtuar shtetëror që nuk mund të mos denoncoj publikisht dhe forcën më të madhe. Zoti Berisha, kam një pyetje